Shqipëria dhe Greqia me i marrëveshje të re partneriteti strategjik brenda vitit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u prit zyrtarisht në Athinë nga kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis në pallatin qeveritar Maksimos. Nga takimi ball për ball mes dy kryeministrave në Athinë, Edi Rama zbulon se Shqipëria dhe Greqia po çojnë marrëdhëniet në një nivel të ri e për të kapërcyer gjithë çështjet e pazgjidhura. Me kryeministrin e Greqisë Kyriakos Mitsotakis na lidh një misi e posaçme e farktuar në rrugën e përbashkët të ambicjes për të modernizuar vendet tona dhe për të ngritur marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri. Përgjatë kësaj rruge, jo vetëm momentet më të mira, por edhe ato më të vështirat janë karakterizuar gjithnjë nga komunikimi plot respekt e padorashka, ndërkohë që po punojmë për kapërcimin përfundimtar të të gjitha çështjeve të mbetura mes dy shteteve, për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik. Pritja e Ramës në pallatin Maksimos nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ishte e para prej vitit 2019, kur marrëdhëniet e dy qeverive ishin të mira, madje çuan para edhe çështjet e pazgjidhura, duke rënë dakord për të dërguar çështjen e detit në gjykatë ndërkombëtare për ta zgjidhur. Por më pas, prej arrestimit të ish kandidatit për kryebashkiak të Imarës Fredi Beleri, Greqia ngriti pikpyetje mbi integrimin evropian të Shqipërisë, çfarë solli një ngritës diplomatike prej disa vitesh mes dy vendeve. Tani duket se problemet janë sheshuar dhe në një kohë kur Shqipëria ka prioritet anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, Greqia duket në krah të këtij objektivi. Thank you so much and to tell you the truth,